E marrim si të mirëqenë që jemi të parët, që para nesh nuk ka pasur gjë tjetër veç se kafsh, qungla, okeane dhe heshtje. Që historia fillon me Sumerin 5000 vjet më parë, që rokaqejet janë një risi absolute e universit, që teknologjia është një shpikje ekskluzivisht njerëzore dhe e kohëve të fundit. Por ekziston një poetje që shkencëtarët kanë filluar ta marrin më seriozisht nga sa prisnin shumë. Po sikur të gabohemi, po sikur toka të kishte pasur shumë kohë më parë, një qytetërim teknologjik që u ngrit, lulëzoi dhe u zhduk aq plotësisht sa mezi la gjurmë. Kjo nuk është fantastiko-shkencore, është një hipotezë vërtet shkencore me një emër specifik. Hipoteza siluriane, e propozuar në vitin 2018 nga astrofizikani Adam Frank i Universitetit të Rochester dhe geoshkencëtari Gavin Schmidt i Institutit Goddard të NASA-s. Dhe ajo që e bën këtë ide shqetësuese nuk është se është e pamundur, është se sipas ligjeve të gjeologjisë dhe kohës së thellë, nëse do të kishte ndodhur, ndoshta nuk do ta dinim. Pëlqeni, abonohuni dhe ndani. Le të fillojmë. Për të kuptuar pse një qytetërim i mëparshëm mund të kishte ekzistuar pa dijenin ton, së pari duhet të çmontoni konceptin tuaj të kohës. Toka është afërsisht 4.54 miliard vjeç. Dinosaurët jo njerëzor dominuan planetin për rreth 165 milion vjet. Homo sapiens modern ka ekzistuar vetëm për rreth 300.000 vjet dhe qytetërimi ynë teknologjik industrial ka ekzistuar për më pak se 300 vjet, nëse llogarisim nga revolucioni industrial. 300 vjet nga 4.54 miliard është një pjesë aq e vogël saqë nëse do të përshkruanit historinë e tokës në një film 24 orësh, qytetërimi ynë do të shfaqej në të 10-ën e fundit të sekondës para prerjes përfundimtare. Imagjinoni atë film. 20 orët e para janë okeane shkëmbinjsh të shkrirë dhe bombardime asteroidësh. Bakteret shfaqen pas shenjës pesorshe. Kafshët e para komplekse nuk shfaqen deri në orën 9 të mbrëmjes. Dinosaurët zgjasin mezi 40 minuta dhe ne, me gjithë historinë tonë të shkruar, të gjitha piramidat, luftrat dhe satelitët tanë, jemi ajo shkëndija e fundit e padukshme. Tani merrni parasysh këtë. Të dhënat gjeologjike, shtresat e shkëmbinjve dhe sedimenteve që gjeologët analizojnë për të rindërtuar të kaluarën, nuk i ruajnë të gjitha me të njëjtën besnikëri. Është vlerësuar se më pak se 1% të gjitha gjalesave që kanë ekzistuar ndonjëherë në tokë kanë lënë fosile. Shumica e strukturave organike, metaleve, plastikës dhe madje edhe disa mineraleve degradohen, riciklohen në mantelin e tokës me anë të subduksionit ose thjesht gërryen gjatë një periudhe kohore prej miliona vitesh. Një qytetërim i përparuar që ekzistonte 60 milion vjet më parë, gjatë epokës së Eocenit, do të kishte lënë një gjurmë gjeologjike kaq të zbethë sa mund ta kishim humbur plotësisht. Qytetet e tij do të ishin pluhur, metalet e tij ndryshkuj shpërndar në tokë, plastikat e tij, fragmente molekulare në një shtresë sedimentesh vetëm disa milimetra të trasha, të varrosura qindra metra thellë. Adam Frank dhe Gavin Schmidt e publikuan hipotezën e tyre në revistën ndërkombëtare të astrobiologjisë në vitin 2018. Emri është një homazh ironik për silurianët, një racë reptiliane nga seriali britanik Doctor Who, që supozohej se banonte në tokë para njerëzve. Por vetë hipoteza është tërësisht serioze. Pyetja që ngritën Frank dhe Schmidt ishte teknike dhe e saktë. Nëse një qytetërim industrial do të kishte ekzistuar në tokë 10 miliona vjet më parë, çfarë provash do të prisnim të gjenim sot dhe a do të ishim në gjendje ta zbulonim atë? Përgjigjja është shqetësuese. Shkencëtarët besojnë se shënuesit gjeokimik të një qytetërimi industrial, siç janë izotopet e karbonit të ndryshuara nga djegja masive e lëndëve djegëse fosile, ndryshimet në izotopet e azotit nga prodhimi i plerave artificiale ose mbetjet nga materialet sintetike, mund të ruheshin në të dhënat gjeologjike, por vetëm si anomali delikate në një shtresë shkëmbi disa centimetra të trash. Mendojeni kështu, e gjithë gjurma industriale njerëzore, nga viti 1750 deri më sot, 270 vjet, ohaqe, fabrika, plastik dhe djegie, do të kompresohej në një shtresë sedimentesh më pak se 1 centimetër të trash, kur erocioni dhe ngjeshja bëjnë punën e tyre gjatë 10 miliona viteve. Në fakt, studiuesit kanë teksuar se diçka e ngjashme ekziston tashmë në të dhënat gjeologjike. Maksimumi termik i paleoqenit e oqenit, i cili ndodhi rreth 56 milion vjet më parë, tregon një anomali masive të izotopit të karbonit të shoqëruar me një çlirim të madh dhe të shpejtë të karbonit në atmosferë. Shkaku natyror gjeologjik i kësaj ngjarjeje është ende në debat. Nuk ka prova se është bërë nga njeriu, por çështja është se ky lloj sinjali, pikërisht ky lloj sinjali, është ajo që një qytetërim industrial do të linte pas. Metodologjia shkencore për ta gjetur atë tashmë ekziston. Ne vetëm duhet të dimë saktësisht se çfarë të kërkojmë dhe ku. Që të shfaqej një qytetërim teknologjik përpara tonit, duheshin 3 gjëra: një planet i banueshëm, temperatura të qëndrueshme dhe kohë evolucionare e mjaftueshme që të linte inteligjenca komplekse.
Shkencëtarët vlerësojnë se vertebrorët me sisteme nervore mjaft komplekse për të zhvilluar potencialisht inteligjencën kanë ekzistuar për rreth 500 milion vjet. Kjo është një dritare e madhe. Gjitarët kanë qenë në planet për rreth 200 milion vjet, primatët për rreth 65 milion. Por kishte edhe grupe më të hershme që ishin gjithashtu kandidat potencial. Teropodët, grupi i dinosaurëve që përfshin Velociraptorin dhe Troodonin, kishin tru që ishte proporcionalisht i madh për madhësinë e trupit të tyre. Troodoni, i cili jetoi rreth 75 milion vjet më parë, kishte raportin më të madh tru-trup të çdo dinosauri të njohur. Në vitet 1980, paleontolog Dale Russell ndërmori një ushtrim spekulativ duke llogaritur se ku mund të kishte evoluar Troodoni nëse asteroidi që vrau dinosaurët nuk do të ishte goditur 66 milion vjet më parë. Rezultati ishte një qenie dykëmshme me duar që zotëronin gjishta të mdenjë të kundërt dhe një tru proporcionalisht të ngjashëm me atë të Homo sapiens. Kjo nuk vërteton se dinosaurët do të vazhdonin të zhvillonin qytetërime, por tregon se rruga evolucionare drejt inteligjencës komplekse nuk është as monopol njerëzor dhe as një fenomen ekskluziv i disa milion viteve të fundit. Lini një pëlqim, abonohuni dhe shpëndajeni. Janë një nga argumentet më të shpeshta të cituara kundër mundësisë së një qytetërimi të mëparshëm. Nëse do të kishte ekzistuar një i tillë, do ta kishte shtëruar naftën dhe ne nuk do të gjenim asnjë naftë. Ky arsetin tingloni shëndosh derisa ta shqyrtoni më nga afër. Nafta që përdorim sot u formua kryesisht gjatë periudhave jurasike dhe kretake, midis 150 dhe 65 milion vjet më parë. Një qytetërim që ekzistonte para asaj kohe nuk do të kishte pasur qasje në atë naftë specifike, sepse nuk ishte formuar ende. Dhe një qytetërim pas atyre periudhave që shteroi naftën e epokës së tij, do ta kishte lënë atë shterim të regjistruar në shtresat gjeologjike të asaj kohe, jo në tonën. Për më tepër, një qytetërim mjaftueshëm i përparuar mund të kishte përdorur burime krejtësisht të ndryshme energjie, geotermale, diellore, bërthamore ose teknologji që as nuk mund t'i imagjinojmë. Argumenti i naftës supozon se çdo qytetërim i mëparshëm do të kishte ndjekur të njëjtë rrugë teknologjike si ne, e cila është një projekcion kulturor, jo arsyetim shkencor. Studiuesit Frank dhe Schmidt e theksuan konkretisht këtë. Nuk duhet të kërkojmë prova se ata bën pikërisht atë që bëjmë ne, por më tepër, prova se ata e kanë shqetësuar sistemin gjeokimik të planetit në një mënyrë të rëndësishme, të shpejtë dhe të pazakontë në krahasim me sfondin natyror. Ky është në shkrimi që gjeologët e ardhshëm do të shohin nga ne, dhe ky është në shkrimi që duhet të kërkojmë me një qëllim më të madh, mjete më të mira dhe më pak siguri të mëparshme në të dhënat e së kaluarës së thellë të planetit tonë. Edhe pse shumica e materialeve të krijuara nga njeriu do të zhdukeshin pas miliona vitesh, ka disa shenja që gjeologët besojnë se mund të mbijetojnë. Izotopet e qëndrueshme të elementeve të caktuara, siç janë plumbi, plutoniumi ose stronciumi, të ndryshuara nga proceset industriale ose bërthamore, mund të vazhdojnë në shtresat e sedimenteve për dhjetra miliona vjet. Një anomali në përqendrimin e izotopeve të azotit në një shtresë specifike gjeologjike mund të tregojë prodhim masiv të plerave sintetike. Prania e disa komponimeve të fosforit ose skufurit në përqendrime të pazakonta mund të sinjalizojë miniera në shkallë të gjerë ose djegjie industriale. Në fakt, shkencëtarët tashmë kërkojnë këto lloj sinjalesh gjeokimike, jo për të zbuluar qytetërime të lashta, por për të rindërtuar ngjarjet e kaluara klimatike. Kjo do të thotë që mjetet për të zbuluar një qytetërim të kaluar tashmë ekzistojnë. Ajo që nuk ekziston deri më tani është çdo shtresë gjeologjike që shfaq anomali të tilla me një nënshkrim që nuk mund të shpjegohet në shkaqe natyrore të njohura. Por ka dhjetra anomali gjeologjike nga e kaluara që mbeten pa një shpjegim plotësisht të kënaqshëm. Ne nuk po themi se ato janë të krijuara nga njeriu, ne po themi se të dhënat shkencore ende kanë faqe të bardha. Ekziston një arsye pse astrofizikanët si Adam Frank janë të interesuar në këtë hipotezë përtej kuriozitetit të thjeshtë historik. Ajo ka implikime të drejtpërdrejta për kërkimin e inteligjencës jashtëtoksore. Nëse toka me 4.54 miliard vjet histori mund të ketë strehuar më shumë se një qytetërim teknologjik pa dijenin ton, atëherë probabiliteti që planetë të tjerë të kenë bërë të njëjtën gjë rritet ndjeshëm. Ekuacioni i famshëm Drake, i cili përpiqet të vlerësojë numrin e qytetërimeve teknologjike aktive në galaktikën tonë, përfshin një term të quajtur L. Jetëgjatësia mesatare e një qytetërimi teknologjik, para se të zhduket ose të humbas aftësinë e tij për komunikuar. Nëse qytetërimet si i yni janë zakonisht jetë shkurtra, vlerësohet të zgjasin disa mijëra ose dhjetra mijëra vjet para se të shuhen ose të transformohen përtej njohjes, atëherë mund të ketë pasur dhjetra ose edhe qindra qytetërime në galaktik që nuk mbivendosen kurrë me asnjë tjetër.
Kjo është një nga zgjidhjet e mundshme për paradoksin e Fermit. Pyetja pse, nëse universi është plot me planet potencialisht të banueshëm, nuk kemi zbuduar asnjë shenjë të inteligjencës jashtëtoksore. Përgjigjja mund të jetë se qytetrimet janë të zakonshme por të përkohshme. Ato shfaqen, e prishin planetin e tyre, zhduken dhe lën pas një shenjë gjeologjike që një qytetrim tjetër, miliona vjet më vonë, mezi e dallon nga zhurma në sfond. Pra, a mund të mos jemi vërtet qytetrimi i parë në planet? Përgjigjja e ndeshme shkencore është kjo. Nuk ka prova që një qytetrim i mëparshëm ka ekzistuar, por gjithashtu nuk mund të provojmë me siguri se një i tillë nuk ka ekzistuar, dhe se asimetria është e rëndësishme. Shkencëtarët nuk pretendojnë se ka pasur dinosaur inteligjent ose qytete të humbura në Eocen. Ajo që ata pretendojnë është se nëse ata do të kishin ekzistuar dhe nëse do të kishin zgjatur për një kohëzgjatje të ngjashme me tonën, më pak se 1 milion vjet aktivitet industrial, të dhënat gjeologjike mund të mos ruanin prova të mjaftueshme që ne t'i zbulonim ato me mjetet aktuale. Kjo do të rezultonte në një situatë interesante dhe disi shqetësuese epistemologjike. Mungesa e provave nuk do të ishte prove mungesës. Ajo që hipoteza siluriane na detyron të bëjmë është të mos besojmë në qytetrimet prehistorike. Na detyron të jemi më të përullur në lidhje me kufijtë e njohurive tona gjeologjike dhe të projektojmë mjete më të mira zbulimi për anomalitë e lashta gjeokimike. Ajo që kemi është një siguri praktike. Ne tani jemi qytetrimi aktiv teknologjik në këtë planet, dhe ajo që do të bëjmë në qindra ose mijëra vitet e ardhshme do të përcaktojë se sa i lecueshëm do të jetë nënshkrimi ynë gjeologjik për çdo inteligjencë që do të vijë pas nesh, nëse do të vijë ndonjë. 50 milion vjet nga tani, shtresat e plastikës, zhvendosjet e izotopeve të karbonit dhe mbetjet radioaktive që po depozitojmë sot do të jenë një shtresë e holl diku qindra metra nën sipërfaqen e çdo gjëje që ekziston atëherë. Kjo shtresë e ngjeshur midis miliona viteve sedimentesh do të jetë një enigmë për çdo që e gjen. Ne do të jemi misteri gjeologjik i një qytetrimi të ardhshëm. Dhe ai qytetrim i ardhshëm mund t'i bëjë vetes të njëjtën pyetje që po i bëjmë vetes sot. A i shim ne të parët? Përgjigja, si e jona tani, mund të jetë thjesht se ata nuk e dinë. Dhe kjo, më shumë se çdo gjë tjetër, duhet të na kujtojë se sa e përkohshme është në të vërtetë gjithçka që mendojmë se dim për historinë e këtij planeti të jashtëzakonshëm që e quajmë shtëpi. Pëlqeni, abonohuni dhe ndani. Deri herën tjetër.